E falëndrojmë Allahun te bareke ve taala, I cili është I pari pa fillim dhe I fundit pa mbarim. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar tjetër pas të madhit Allah, dhe dëshmojmë se Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Paqja, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij të ndershëm dhe besnik, si dhe mbi gjithë ata të cilët ecën rrugës e Tij, janë duke ecur dhe do të ecin deri në ditën e takimit tonë me Allahun dhul xhelal. Padyshim se fjalët më të vërteta janë fjalët e Allahut, kurse udhëzimi më I mirë është udhëzimi I pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjërat më të urryera, të cilat I urren Allahu azza wa jall më së shumti janë bidatet. Çdo gjë është pikur që në humbje, kurse përfundimi I humbjeve është zjarri I xhehenamit. Allahu na ruaj të gjithë neve nga zjarri I Tij. Alhamdulillah, sot është dita e 7 e këtij muaji të bekuar Ramazan. 7 ditë ku ne gjindemi në këtë muaj të bekuar, duke agjëruar, duke falur dhe duke e lutur Allahun te bareke ve taala me emrat e Tij të bukur dhe me cilësitë e Tij të larta, si dhe me rahmetin e Tij gjithëpërfshirës, që të na falë të gjithë neve, të na pranon dhe të na udhëzon dhe të na forcon në rrugën e Tij derisa të dalim për atij faqebardh. Vëllezër të nderuar, sot do t'i përmendi inshallah taala vetëm 2 hadithe të mëdha, nga të cilat do t'i marrim 2 mësime të ndryshme. I dashur janë alayhi salatu wassalam në hadithin e Imam Bukhariut rahmetullahi alayhi ka thonë: "Walladhi nafsi biyadihi", pasha atë në dorën e të cilët është shpirti im, pasha Allahun azza wa jall, la khulufu fami as-sa'im atyabu 'inda Allahi tabaraka wa ta'ala min rihil misk. Era e gojës së agjëruesit është më e dashur tek Allahu te bareke ve taala se sa misku. Era e gojës së agjëruesit është më e dashur tek Allahu te bareke ve taala se sa era e miskut më të mirë në këtë dunja. Subhanallah. A dini se I dashur janë alayhi salatu wassalam, siç ka thonë Imam Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi, innahu sallallahu alayhi wasallam halafa fi akthara min 80 mawdi'an. I dashur janë alayhi salatu wassalam në gjithë jetën e Tij nuk është betu më shumë se 80 e disa herë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam gjatë gjithë jetës së Tij nuk është betuar më shumë se 80 e disa herë. Disa dietar ka thonë 83, disa ka thonë 84 herë, duke I marrë parasysh të gjitha hadithat e Tij alayhi salatu wassalam. E njëra prej këtyre 83 apo 84 herëve, pejgamberi alayhi salatu wassalam po thotë: "Walladhi nafsi biyadihi", pasha atë në dorën e të cilit është shpirti im, pasha Allahun azza wa jall, "la khulufu fami as-sa'im", era e gojës së agjëruesit, atyabu 'inda Allahi tabaraka wa ta'ala min rihil misk, është më e dashur dhe më e mirë tek Allahu se sa misku më I mirë I kësaj dunjaje. Pse? Allahu po thot në hadith qudsi: "Yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli", ai robi im e braktis ushqimin, pijen, si dhe epshet e Tij, min ajli, për hatër tim, vetëm dhe vetëm për shkak timin. Pra, robi I praktis të gjithat për hir të Allahut te bareke ve taala. Andaj kjo era e gojës e cila vjen si rezultat I ibadetit ndaj Allahut te bareke ve taala, vjen si rezultat I nënshtrimit ndaj Allahut te bareke ve taala. Andaj është shumë e rëndësishme vllazni me ditë dhe me pas çdo herë parasysh se ne çdo gjë që e bëjmë, madje edhe era e gojës se vjen ndoshta për shkak të praktikës së ushqimit dhe pijeve, e që nuk kemi gjë në stomakun ton, është ibadet ndaj Allahut te bareke ve taala. Yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Allahu po thot: "Robi im e braktis ushqimin, pijet, si dhe epshet e Tij, vetëm dhe vetëm për me fitu kënaqësinë time. As-siyamu li wa ana ajzi bih", agjërimi është vetëm për mua, andaj vetëm unë shpërblej. E a ka dikush që shpërblen më mirë se Allahu? A ka dikush që është më bujar se Allahu te bareke ve taala? A ka dikush që është më falës se Allahu te bareke ve taala? Nuk ka. Andaj dije se nëse je duke agjëruar për hir të Allahut, Allahu te bareke ve taala është ai I cili shpërblen, dhe Allahu është shpërblyesi më I madh, dhe është bujari më I madh, dhe është falësi më I madh. Andaj kur mos u dorëzo, por vazhdo në këtë rrugë, qëndron në këtë rrugë si agjërues, e si namaz falës, e si rob I Allahut, duke jetu dhe duke vdek si rob I Tij, dhe duke dal nesër për Allahu te bareke ve taala, duke dëshmuar se nuk ka të adhuruar tjetër pas Allahut xhelle xhelaluhu.
kurse në transmetimin tjetër po ashtu te Buhariu dhe Muslimit, kurse teksti është nga Imam Muslimi, Allahu te bareke ve teala në mënyrë indirekte në hadith qudsi ka thonë lisaimi farhatan. Agjerusin e presin dy gëzime të mëdha. Çdo agjerusi ka dy gëzime të mëdha. Thot farhatun inda fitrihi. Farhatun inda fitrihi. Gëzimi i parë i tij është kur bën iftar. Dhe gëzimi i dytë wa farhatun inda liqa'i rabbih azza wa jall. Gëzimi i tij i dytë dhe më i madhi është nesër kur del dhe takon Allahun te bareke ve teala. Dhe e sheh shpërblimin e tij dhe e gjen një Zot falës dhe i cili është i kënaqur me robën e tij për shkak se ka agjëru dhe është fal dhe ju ka lut dhe ju ka nënshtru dhe i ka rënë sejdë vetëm dhe vetëm Allahu te bareke ve teala dhe askujt posti xhalla xhelaluhu. Andaj vllazni, qëndroni dhe vazhdoni me qëndru në këtë rrugë. Se me të vërtet robi është çdo herë fitimtar, nëse ja din kymetin dinit e tij, nëse është kënaqur si musliman dhe praktikon fenë e tij, është fitimtar. Është fitimtar në dunja dhe në ahiret. Allahu na bëf prej tyre, Allahu na pranoft agjërimin, Allahu na pranoft namazin, Allahu na pranoft punët tona të mira, e Allahu na forcoft të na drejtoft në rrugën e tij. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.